Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egli kërcënon Gjestin, ke një detyrim shumë të madh për njerëzit. Një bisedë mes Eglit dhe Gjestit në oborin e shtëpisë ka sjellë sërish në vëmendje marrëdhënien e tyre të dikurshme dhe pritshmëritë e publikut. Teksa qëndronin jashtë, Egli i tha Gjestit se ai ka një detyrim shumë të madh për t'i dhënë njerëzve jashtë shtëpisë, duke nënkuptuar pritshmëritë e audiencës lidhur me raportin e tyre. I befasuar nga kjo deklaratë, Gjesti e pyeti për çfarë ka fjalën, ndërsa Egli sqaroi se bëi fjalë për ata që kishin besuar te dyshja që do të vazhdonin lidhjen e tyre deri në fund. Në fillim të edicionit, Egli dhe Gjesti krijuan një lidhje romantike, por gjithçka ndryshoi kur Egli u eliminua nga shtëpia. Jashtë saj, ajo u njoh me disa deklarata të Gjestit për të cilat e ndikuan në vendimin për të rihyrë me një tjetër qëndrim në lojë.